Ura e zogut mbi lumin mat u projektuar nga një studio shumë e njohur italiane, Mazorana. Kjo urë për kohën ishte ndërmjet radhët nga ana arkitekturore. Zbatimi i kësaj vepre kaq të rëndësishme i besuar një firme ndërtimi italiano dhe gjermane, por kryeingjier i ndërtimit të kësaj ure ishte gjermani, arkitekti dhe inxhinieri me famë Emil Mersch. Gjithashtu, inxhinier i zbatimit ishte dhe zvicerani Erwin Schneider. Ura është ndërtuar në maj të vitit 1927 dhe këtë vit ajo mbush plot 88 vjet të jetës saj. Vendi ku është ndërtuar ura është një nga grykat më piktoreske të lumit mat. Në të dy anët ka kodra të veshura me gjelbrim, ura krijon një ansambël të bukur. Mjafton të përmend se çifte që martohen shpesh herë bëjnë qërime në këtë urë. Është e vetmja urë ndërtuar me kaq shumë harqe, gjithsej 6. Për ndërtimin e kësaj ure mori pjesë një nga inxhinierët jo vetëm me përmasa shqiptare, por edhe përmasa europiane, Gjovalin Gjadri, që është projektues dhe ndërtues një serë veprave kryesore të asaj kohe. Inxhinier Gjadri ka punuar dhe ka bërë pjesët kryesore të urës. Harqet, dyshemen dhe ka bërë dhe tirantat. Është një nga inxhinierët që ka lënë formula origjinale, cilat janë pranuar nga organizatat ndërkombëtare të projektimit dhe njihen si formula Gjadri. Po sa mbreti Zog mori pushtetin, ai interesuar për të ndërtuar një serë veprash, por interesimi më i madh i tij ishte që për të pas komunikim dhe zhvillim vendi, me qenë se lumi mat në atë kohë ishte një ndërprerës ose një vijë ndarëse mes gati veriut dhe jugut, për nder të mbretit dhe interesimi direkt të tij, ke mori emrin ura e mbretit Zog. Në lindjet saj ka kushtuar 900.114.19 franga ari. Fillimi i saj nuk u bë tamam në vendin që është sot, por rreth 2 kilometra më poshtë. Ndoshta kjo ishte mendimi për të ndërtuar dhe një urë provizore për të dërguar materialet. Kjo urë u ndërtuan me një konstruksion mbajtës, harqe me 2 qërnjera, duke patur dyshemen si një thithse të spindit horizontal. Hapësirat e harqeve janë 54 metra, nga njoftimet e kohës na japin se kishte edhe 9 hapësira të tjera, jo harqe, po trarë të vazhduar si quhen gjuhën konstruktive, me nga 17.4 metra larë se cila hapësirë drite. U ndërtuan në mënyrë si trarë të vazhduar, dhe jo si trarë Gerber si quhet, duke ekonomizuar kështu dhe hekurin. Ajo ishte gjithëset me 15 pila dhe një gjatësi të përgjithshme 480.5 metra linear, nga cila 324 metra linear me harqe. Sot, ajo është rreth 270 metra linear me harqe, sepse dihet se është dëmtuar një hark. Në vitin 44, kjo urë është minos nga gjermanët dhe atëherë ka qenë me 6 harqe, dhe tani është me 5 harqe, pra ajo është minosën 44 në gjatë tërheqjes trupeve gjermane. Ishte merita e një inxhinieri italian që për fatën e mirë ndodhen atëherë në atë kohë, arriti ta shpëtoi të paktën shumicën. Betoni që është hedhur në urë nga vëzhgimet e mia është bërë material inert të lumit mat, të cilat përbëhen nga karbonati i kalciumit të lumit mat dhe zbashku me silicorët e lumejve fan, çka përbën një përbërës shumë të mirë dhe material mbushës ideal për betonet, cimentu dhe hekuri natyrisht që janë furnizuar nga Italia. E veçanta e zbatimit të tiranteve ka qenë betonimi më parë i dyshemes dhe ngarkimi i saj me thas rëre.
çka ka shkaktuar tërheqjen e hekurave të tiranteve dhe pastaj betonimi i tyre në gjendje të tërhequr, pra në është bërë në fakt një lloj paratensionimi i hekurave. Kjo urë do të ishte lidhja e kryeqytetit e Jugut me veriun, me lindjen dhe deri në Kosovë. Për ndërtimin e kësaj ure kishte rëndësi të madhe komunikimi dhe kuptohet edhe rëndësi të madhe zhvillimi ekonomik, sepse lidhte pothuajse gjithë Shqipërinë e mesme dhe të Jugut me Shqipërinë e Veriut dhe Kosovën. Kjo kishte një rëndësi të madhe edhe sociale, edhe ekonomike, edhe kulturore, edhe gjithë lloje lutje. Infrastruktura ishte e dobët, mjetet për të prodhuar betonet dhe transporti ishin modeste, duke krahasuar me ato të sotmet. Lumi mat pavarësisht shpirtësisë të vogël, në kohën e shirave sillte plota të mëdha dhe zona përmbytej, duke dëmtuar dhe punimet. Që një guxim dhe një aftësi e madhe inxhinerike ndërtimi i skelave mbajtëse, cilat do të shkonin deri në lartësinë 21 metra për të mbajtur trarët që do betonoheshin. Dhe ndërtimi i kësaj ure që vërtet një sfidë për shtetin e asaj kohe, dhe mund ta them me plot gojën se edhe për shtetin e sotëm është një sfidë si përmarrja një ure të tillë. Fatkesisht, sot është në prag të rënimit plot, me gjithë se është monument kulture, me gjithë se ka një plakat që thot mbrojt nga shteti, nuk ka patur pothuajse asnjë vëmendje pas vitit 90. Mosha e vepra të tilla shkon deri në 150 vjet, e në raste të veçanta 200 vjet. Me mirëmatje kjo urë mund të rezistojë dhe 50 dhe në 70 vjet, natyrisht duke përdorur si pedonale. Duke patur parasysh se qeliku i përdorur po korrodohet ose po gryhet nga mjedisi agresiv që krijon agent atmosferik, po njëkohësisht edhe nga veprimi i keqbërësve që her pas here ata vjedhin copa hekurash dhe njëkohësisht gryhen zhavore në afërsi të këmbëve të urës e ndaluar kategorisht me ligj. Mund të them se restaurimi i saj ndoshta arrin rreth 50% vlerës së ndërtimit, do të ketë vështirësi pasi duhen përdorur të njëjtat materiale siç kanë qenë më parë. E përrjedhoj do të ketë probleme teknike sepse rritet pesha e konstruksioneve. E ulet dhe grafiku i sigurisë, po ta marrësh nga ana ekonomike duket nonsens, por se për ta marrë nga ana tjetër, për t'u lënë brezave një pasuri të ndërtuar nga brezat tonë të mëparshëm, me mjaft guxim e profesionalizëm, ja vlen që të investohet. Nëse s'do ketë kujdesi, do të themi vetëm kaq, na ishte një herë një urë. Dhe një urë, por një urë me vlerë të mëdha ballkanike, sepse është në prag të shkatërrimit total. Googla.al